2024 të dhjetor ke pas përmi se 2000 ankesa për policinë e Kosovës. Kuja ke mësy ti uniformës? Zoti Dashevci, pse themi kështu policia ndoshta nuk janë shumë të fortë në thojza karshi qytetarëve të cilët në vazhdimsi raportohet që bëjnë sulme drejt policisë? Këtu kam dy përgjigje nderuar. Ajo përgjigje e parë se policia e Kosovës buron pe popullit dhe punon për te. Pra kjo është policia jona, e krijuar me shumë mund, shtator të vitit 1999, është ai gëzimi më i madh që e ka Republika e Kosovës, sepse je shtet dhe ke policinë tonë, që është organi i rendit publik dhe dhunës legale në këtë shtet. Pse është e butë? Po buron pe popullit, sepse i njohim Republika e Kosovës ka 1.5 milion banor. Andaj ti si shtetari i Republikës Kosovës, është absolutisht e papranueshme nga ana jote ti ta sulmosh zyrtarin e policisë Kosovës që ka uniformë, dhe ta sulmosh uniformën e Republikës Kosovës. Ti po e sulmon shtetin e Kosovës. Kurse përgjigjja e dytë, ka polici, pe gjeneratave të reja, si që përmendje dhe ish hetuesi, ku nuk e ka atë eksperiencën e komunikimit, sepse komunikimi thënë barierat më të mëdha në botë. Komunikimi ndalë dhe luftra e i le mo një mosmarrveshje të vogël. Shembull konkret ti në 2024 të dhjetor ke pas përmi se 2000 ankesa për policinë e Kosovës, sepse nëse ti mendon që individi ty ti ka shkel drejtat e tua, ti ke standardet profesionale, pastaj e ke edhe telefonin blu në IPK, edhe aty lajmëron rastin, po këtu gjithmonë jem të flas, të fol ne për individin, sepse jo për tërsinë. Tërsia është e shajt, ajo është policia e Kosovës, aty nuk ka diskutime dhe debate më tutje. Ti ke pa domethënë 2000 ankesa. Pe aty në 2000 ankesave, 85 prej tyre domethënë janë suspenduar. 83 ke kallëzime penale, kurse i ke edhe 25 të arrestuar që po flasin për zyrtar policor, po flasin gjithmonë për individin në polici. Shkelësit e këtyre nga ana e policisë, normalisht që kur suspendohen, nëse e vendos institucioni apo gjykata kompetente ta kthejnë punë, pas një pikë dyshimi se ti duhet ta çesh në ritrajtnim ose ricertifikim, që i nderuar e din shumë më mirë se unë. Ricertifikimi, ritrajnimi bëhet gjithkanë në Bashkimin Evropian. Po marë parasysh a ke për ti ndonjë shkelje apo jo. Ti ke me shku me u ricertifikuar për departamentin ku punon dhe kjo është obligatore. Kurse nga ana e qytetarit, ti nëse po e sulmon spari verbalisht policinë e Kosovës, ai ty të kanë dalë për një arsye, ai ty të ka treguar arsyen, sepse ekzistojnë radarët dhe kamerat. Dhe çka ke bati me to? Ku do të shkojsh ti më tutje me zyrtarin policor? Kuja ke mësy ty, nëse mund të shprehem me fjalë popullit, kuja ke mësy ti uniformës? Apo don edhe më shumë të kalosh pos asaj gjobe që e ke, apo don të qetësohesh dhe të analizosh veten se mund do ti e ke rreziku trafikun dhe ke mundur 5 ose 6 veta ti vrasësh më përpara. Andaj ti vetëm mësohu, respektoje policinë e Kosovës, mua ashtu kur shkon ti në pushime dika tuat, sepse tashmë liberalizim të vizave nuk ke, dhe respektoje policinë si që respekton në Gjermani. Sepse atje, vetëm ta përfundoj, sepse atje, nëse nuk e respekton, ai vetëm shkruan, ti flet, ofendon, por ai vetëm shkruan, dhe nuk ka më gjop në 100 eurosh, po ke gjop 500 dhe përmbi. Kjo është ajo demokracia dhe jeta si qetohet në Bashkimin Evropian.